t'i re shpullat si miqen ata, edhe t'u i morë me radin krejt projektet me gurthysa me të tjera, edhe rrugët e kontrabandës, edhe targat Kosovska Mitrovica dhe Prishtina dhe Gnjillane, a që tu këthejnë aki, që kjo pika zero. Jo, unë nuk du t'jem hipotetik një sime speciale, rikëthim të institucioneve paralele sërbe, mbyllje të bizneseve aq pak sa janë, postës, bankës ekonomike, këtyne tjerave që janë qelen naltë në pjesën veriore, komunat veriore, dhe këthimin e sërve politik, lisë sërve, me bajrakt Sërbis, të e në përkomb, flamurin e Republikës Kosovës, edhe të deklaru prap na bojkotojmë edhe nuk i njohë me institucionet e Kosovës, me rado i qiqin krye. Që kjo pika zero që ta dim. A i pisedojnë e qëto me 13 tetor. Unë po të zotohem që do këthejemi ta bisedojmë. Tani, vesh për ta rifresku memorien e para një 6-7 mujve. Në Gaza ka pos zgjedhje demokratike ku ka marrë pushtetin Hamasi edhe ka pranu edhe Izraeli. Edhe ka zhvillu jetë. Ka bo zhvillim t'jashtë teknologjik, bile një ndër habet kryesore të programimit parë jenë bo në Gaza. Qëfar po du më të thonë me shumë përgjërim, si kur mik para qytetarve, është që mos me abstrahu idenë e ndryshimeve të cilat mujnë më na kushtu me jashtëzakonisht shumë kur ti minon çështje e krijon bombat kurdisura, ndërsa ata të cilët na kanë përkrahur për të arritur tek pavarësia dhe liria janë në pozicionin e kundërt me ty. Kaq. Unë mendoj që është i vonë debati sot për atë ish udhëhecin e Hamasit që ka bë sulmin ndaj koncertit atje, sepse edhe ai është i vdekur me gjithë familjen e tij dhe me miliona të largum prej Gazës për shkak të veprimeve të cilat kanë minu marrëdhënien e shift paradigmave ose unë jetoj në realitet blerem. Çot, jo nuk është. Unë jetoj në realitet historik. Mendoj që ki gabim aki, sepse nuk çohet ty partneri aleati kryesor, me thonë të kam partner sigurisë, po të forcoj për veten në për regionin, për më forcu ekonomikisht, këne na thu është kundër teje. Nuk e forcon dikon kur ti për një me e kundër. As ma shumë Shtetet e Bashkuara të Amerikës pëllujen që aty. As që aty s'lenaj. As ma pak me krahasu Kosovën me Gazë. Blerem, me $100 miliona, $100 miliona edhe në Ramallah edhe në Gazë. Aty kam qenë vetë, dëmonë kam shpenzu një vetë në Jerusalem, në Ramallah. Kam shelu Saidin, nuk po kupton. Në Gazë e kona? Po, kam qenë. Që mujtë me i në Gazë, apë? S'ko mujtë me i në Gaza? S'ko mujtë me i në Gaza? Ka qenë si staf ndërkombëtar. Jo, unë jam qytetari Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Qa problemi ka aty? Gaza është vend izolum, ka qenë... Jo, mërës kanë qenë lejet e limitumet njerëzve që kanë mujtë me hy në atë kohë. Po, natyrisht që kam qenë. Po, ideja është që nuk guxoj me bo kësisane. Nuk guxoj me bo... Po, pse pe lidh Kosovën me Gaza? Sepse jem në një pjesë të strukturës së zhvillimit të sigurisë dhe arkitekturës sigurisë që nëse abstrahani me formën që po dojmë me abstrahu, shpesh, edhe me idenë që ka, nështë edhe në rrjetet sociale, ideja njëjtë e fyrjes ndaj Amerikanëve, fyrjes ndaj Evropianëve, një farë stimulsi i plot i një kundërshtije, e cila unë mendoj që e ka burimin me qëllimet këqija, jashtëzakonisht këqija. Që ka të keqe me kritiku mikun? Jo, s'ka kur gjë të keqe, armiqsinë e ka të keqe. Armiqësia është e mbrëmshme. U është e armiqësi, zoti. Gjatë gjithë kohës. Cili sentimentat i Amerikanë, po s'ka popull ma pro-Amerikanë se në Kosovë. Po, leje mërë ti, pro-Amerikanë... Po të siguri une po të bajt partner për Mutual Security Defense Agreement, po banë, marrëveshje të përbashkët mbrojtëse, po të shumë partner të sigurisë për veten me të forcu. Edhe për zhvillim ekonomik, ti po deklaron edhe po dhush, këtu kemi kundërshti se na shu krit kundër Amerikës. Jo, blerem, nuk po kupton. Apo do me thonë që strukturat hibride të dezinformimit edhe keqinformimit realisht, hibride ruso-kineze edhe sërbe rrjedhimisht nuk ekzistojna, a nuk është pikrisht që kjo ideja, zoti Abazi, mos koni, se unë përshoh konfuzitet, sigurisht pa qëllim shumë. Po nështë leximi jytë, zoti Abazi, është i gabuar i kësaj çka ka ndërmarrë qeveria kosovare, apo keq leximi i zotit Hill, i ish administratës Biden, në relacion me, më sta quaj përkthjeljen,
kesh leximin e çka në të vërtet prezanton Serbia edhe politika e Vučićit, Dačićit e këtyre në relacion edhe me Bashkimin Evropian, edhe me Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Nxjerr parë pityne e ban në shok me Kinën e Rusin. Tash na çat Serbi e kena armik. Çajo Serbi e stimuloi Radočićin edhe terroristat që shetin. Tash, po thoni mi mshelë syt, edhe me thonë, kur gjo s'ka ndodhë në veri, s'ka pos Banjska, edhe qeveria jonë s'ka bo, ama bashkë kur gjo heq, përsa e përket sigurisë kombëtare, edhe rujti sovranitetit, e ka që, do nënë, kena me po me 12 tetor, këto po do në me thonë? Qa do me thonë? Se nuk është kes leximi im, është mungesa e tolerancës për me kuptu argumentin. Nga gashi. Absolutisht. Ose ideja është që realisht me këput komt diskutimit për me mujt me mos me ndëgju. Qa e më të tonë është që ne jemi me një situatë jashtëzakonisht kritike të marrëdhënieve edhe në rajon edhe ndërkombëtare. Lëvizjet e gabuara tonat mujnë më na kushtu siç na kanë kushtu në kaluarën histori kur kemi qenë si duket të pakyçun për brenda proceseve ndërkombëtare, rrjedhimisht na u kanë zvoglu territoret sa herë që kemi hyrë në për konflikte. Historikisht. Prej Sanxhokut e Novi Pazarit, Nishit e tash edhe Luginës Preshevës, e deri tek këto pjesë që kanë mend në Malzi në Maqedoni, kanë ardhur si pasojë e fundme e mos prezencës tonë në arenën ndërkombëtare. Absolutisht, mos përgatitjes tonë. Okej, para se t'jap fjalën mentorit dhe para se t'i lexoj pyetjet tuaja pas kohës që do ta ketë mentori për cilën ka pritur goxha shumë dhe unë e falenderoj shumë. Na fal. Do ta pyes, a pajtoheni ju me ish kryeministrin dhe kryetarin e subjektit tuaj ku ju bëni pjesë, Zotin Ramush Haradinaj, rreth retorikës së tij të ashpër ndaj ish bashkëpunëtorit tuaj të ngushtë, ish shefit në qeveri që e keni patur, Zotit Albin Kurti, kur ai thotë se Albin Kurti është njeri i Serbisë dhe njeri i Rusisë. Shumë kush në debatin që e kemi bërë, qoftë këtu, qoftë jashtë, thotë se kjo i ka kushtuar me vot Aleancës, kjo i ka kushtuar me vot Ramush Haradinaj. Madje edhe ai e kam sfiduar, edhe ai nuk e ka hedhur poshtë një gjë të tillë. Por ju kur e keni diskutuar në forumet e brendshme, a jeni pajtuar me të, apo e keni kritikuar për qasjen e tij të ashpër, ndoshta të padrejtë ndaj Zotit Kurti, sado që e ka një kundërshtar dhe një oponent politik, Zoti Abasi? Tash, sigurisht që kjo është çështje formulimeve. Zoti Haradinaj e ka formulimin e tij të bërë publik edhe në parlament edhe në media. Ai e ka direkt, po dhe ju e keni direkt. Po, tash, me që më pyetët unë, po ju tregoj që unë e kam shumë direkt këtë punë. Unë ju thash që tentova me bo një farë asociimi të bisedës intervenimi, vendimi i Hamasit për me hyrë në koncert atje. Jo, po të flasim direkt. Po shumë e rëndësishme kjo. Po e sqaruam këtë. Po jo, shumë e rëndësishme. Po ta thu çka mendon Haki Abazi, ka kritikuar Ramushin ose jo? Jo, nuk e kritikoj, sepse unë mendoj... Pra, kur ai ka deklaruar që ai është njeri i Serbisë dhe i Rusisë, ju se keni kritikuar. Mendoj që Kurti ka rënë plotësisht në kurthin edhe veprimet që ja ka parapo Serbia dhe Vučići. Gjitha aspektet e intervenimit politikave në 4 vjetë që na e kalum, Kurti ka hyrë plotësisht në agjendën e Vučićit. A është aty përmbrenda Vučićit edhe zyra ndërlise ruse, e cila me kontraintel punon edhe ja përgadit Kurti terrenin për me bo fragmentimin, me bo sabotimin institucional, me sabotu parlamentin e Kosovës, me marrë veprime në veri të cilat e bin kundërshtim të plotë, se Blerimi po mendon që janë harru deklaratat e ambasadorit Amerikan, të cilat kanë thonë që veprimet e njëanshme janë kundër interesit Shtetet Bashkuara. Mos na binin pozicion ku na plagosën ushtarët në veprim. Unë isha në State Departament në gjatë fushatës elektorale. Albin Kurti nuk e ka ko 5 herë telefonatën e thirrjes prej State Departamentit dhe ambasadorit Amerikan. Këto janë veprime të cilat vetëm Serbia mund t'i dizajnoj që një kryeministër shqiptar i Kosovës t'i bëj. Askush tjetër. Nëse dikush rritet me iluzionin që Kosova është e sigurt pa Shtetet e Bashkuara të Amerikës, edhe pa Bashkimin Evropian, në një vend të rrethuar me Serbinë dhe slavët në përgjithësi, sepse ky Mickovsi, shoku i Albinit, nuk është hiç më i mirë se sa Vučići.
ti ka zvoglu për 90% prezencën e shqiptarëve në administratën publike që nga momenti që ka ardhur në Po e pushtet. kam një intervenim me shumë Nuk po flasim për respekt. Me shumë respekt ndaj juve si bashkëbisedues, zoti Abazi. As duhet politika kosovare, liderët politik, përfaqësuesit politik, cilët janë me një jetë gjatësi si puna juaj, qoftë brenda, qoftë jashtë politikës, ta ruani një gjuhë, një gentleman agreement ose një marrëveshje të qartë politike ta keni që mos i thoni njëri tjetrit, njëri Serbisë se kjo s'ka kuptim për opinionin publik edhe për Kosovën në përgjithësi. Është akuza ma e rëndësishme në të Po, faktë. është në kuptimin kur e sheh veprimtarinë politike Haradinaj, Kurti, Thaçi, Veseli e të tjerë, ata janë ngritur kundër Serbisë duke luftuar direkt qoftë si